janë 33 persona për të cilët gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm në Durrës ka dhënë mas sigurie arrest në burg në mungesë. Dhe për këtë arsye, këto vendime janë bërgatitura para 3 ditësh, ndërkohë që sot do të kryhet dhe rivlerësimi i masave të sigurisë që ka dhënë gjykata, pasi personat e ndaluar që tashmë pritet të dalin sot para gjykatës kanë të drejtë që të shprehen në praninë të mbrojtjes së tyre. Duhet të thënë se nga 33 persona vetëm 20 janë ndaluar, 13 të tjerë janë në kërkim, por ajo që doja të theksoja nga këto 13 persona duket dhe kuptohet fare lehtë që janë personat kryesorë përgjegjës për gjithë këtë trafikim të mbetjeve të rrezikshme, të cilat ashtu siç u denoncuan në fillim nga rrjeti i Pazelit, janë mbetje shumë të rrezikshme për shëndetin e banorëve dhe është tashmë një problem mjaft i madh që këto mbetje për çfarë akuzohen ata saktësisht? Kanë faktikisht veprash penale për të cilat akuzohen, që nga kontrabandë me mallra të ndaluar, transporti i mbetjeve, menaxhimi i mbetjeve, falsifikim dokumentash, pastrimi i produkteve të veprave kriminale, plus pastaj dhe mbetje të metaleve të tjera, pothuajse të gjitha metalet të pranishme, që nga plumbi, kaliumi, klori, kalciumi, squpri e tjerë.